Shfaqja më e mirë e këtij edicioni të parë është shkolla Naim. Mes ovacioneve të sallës dhe vlerësimit të jurisë profesioniste, shkolla e mesme Naim Frashëri mori çmimin Shfaqja më e mirë me tragjedinë Medea. Projekti Mojsiu i Ri vënë në jetë nga Qendra Kulturore e Durrës, përmbylli kështu me sukses edicionin e tij të parë, duke synuar të kthehet në një traditë të bukur në qytetin bregdetar. E s'do kthehem më në shtëpinë time, batë nxjerr jashtë kufive tona. Në drejtimin e regjizorëve Najada Elmazi, Elio Ibro dhe Jona Bala, si dhe trupës profesioniste të teatrit Aleksandër Mojsiu dhe në drejtimin artistik të skenografes Alketa Tragaj, gjimnazistët e 7 shkollave të qytetit realizuan 7 shfaqje teatrore të zhanreve komedi, dramë dhe tragjedi. Juria profesioniste përbër nga emra të mëdhenj të skenës shqiptare dhe asaj dursake, vlerësoi me çmime të ndryshme performancat në skenë të gjitha shkollave pjesëmarrëse, si dhe të gjimnazistëve më të spikatur në lojën teatrale. Për aktorët e njohur Ndriçim Xhepa dhe Arben Derhemi, nisma e ndërmarrë nga Qendra Kulturore e Durrës, vlen për t'u përshëndetur dhe vijuar më tej. Është gjë më e mirë që bën teatri i Durrësit, sepse nëse do të mendosh nesër të shpresosh për element të ri në aktrim, në regjizur, historikisht kështu është vepruar. Dhe vite shumë përpara dhe ka qenë forma më e saktë. Dhe plus është aspekti tjetër pozitiv që moshën e gjimnazeve i fut në një aktivitet i mbush kohën e lirë, të merren me teatrin, të merren me baletin, të merren me një vegël. Është gjë më pozitive, krijon këtë konkurrencën e bukur pastaj midis gjimnazeve. Aq sa informacion kanë të rritë sot, aq sa të updateuar janë me situatën, me gjithçka që ndodh në botë, është fare normale që të jenë shumë të zhvilluar dhe shumë të edukuar për të bërë teatr. Kjo është jo vetëm për të mësuar edhe për të qenë spektator të ardhshëm, po për ta dashuruar teatrin në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Juria profesioniste vlerësoi maksimalisht nivelin cilësor të shfaqjeve të përgatitura nga nxënësit, duke vënë pa talentin dhe pasionin e tyre për artin skenik. Çmimi i kritikës i shkoi shfaqjes Boing Boing të shkollës Gjergj Kastrioti, ndërsa çmimi i publikut shkoi për shfaqjen Budallent të vënë në skenë nga shkolla Jusuf Hoti. Për aktorin e mirënjohur të skenës dursake Xhelal Tafaj, rikthimi i kësaj nisme rreth 4 dekada më vonë është një augur i mirë për të afruar të rinjt me teatrin. Më vjen mirë që mbas 40 vjetësh, po them afërsisht 40 ose ndoshta edhe më tepër, rikthehet edhe një herë kjo traditë me gjimnazet e pra me shkollat e mesme të qytetit. Është një traditë që duhet përkrahur, duhet të jetë në vijimsi, edhe sepse ka të bëjë me rininë, me të ardhmen, edhe me të ardhmen e vendit kulturor. Në vijim të këtij projekti, 3 nga shfaqjet më të spikatura do të prezantohen si premiera për publikun e Durrësit.